Ka bëj pak. Eriona, është barazim një rezultat pozitiv për Tiranën në këto momente që ndodhet momentalisht? Pas fitore me Egnatia, pra dy skuadra, Egnatia, Dinamo që janë aty të ato ujrat e... Në 2026 Tirana ka marrë 11 pikë, ka marrë vetëm 4 pikë më pak se Vllaznia, pra për 2026 është e dyta në renditje, po themi, dhe këto 11 pikë janë më shumë se sa 10 pikë që ka marrë në 18 javë më përpara, që do të thotë ka bërë një thuri fantastike këto 2026. Sigurisht mund pretendohet për një lojë më të bukur, por mos harrojmë që më shumë se gjysma e futbollistëve kanë ardhur tani në janar dhe harmonizimi i tyre do kohën e vet. Pastaj ndaj Dinamos pa i hequr asnjë merit trajnerit Ilir Daja që dihet është një ekspert i kampionatit ton, presioni për pikë është tek Tirana që sigurisht nuk e ka betejën as me Dinamon, as me Vllaznin, as me Egnatia, ne ka me skuadrat që lufton për mbijetesë, por çdo pikë është shkëputur ndaj skuadrave të kreut është një plus për Tiranën, kështu që në ato pozita sigurisht që trajneri Nuhiu ka menduar po mbroj fort këtë rezultat me shpresën që ta çonte sa më gjatë 0-1 pse jo ta mbyllte aq, por nuk i shkuan gjërat si duhet, por nuk mund ta kritikosh sepse presioni për pikë është tek Tirana. Po, është edhe mund ta mbrojmë sepse